Shtetet e Bashkuara e akuzojnë Nicola Maduron si kreun e një rrjeti kriminal të trafikut të drogës, i njohur si Cartel de los Soles, në shqip, karteli i djejve. Dashi ka shpallur organizatë të huaj terroriste. Sipas Washingtonit, ky rrjet kriminal drejtohet nga presidenti i Venezuelës dhe zyrtar të tjerë të nivelit të lartë në regjimin e tij, dhe ky klasifikim u jep autoriteteve amerikane më shumë fuqi për të ndërmarrë veprime ligjore, financiare dhe operative kundër individëve të përfshirë dhe strukturave që bashkëpunojnë me ta. Maduro u arrestua por ekzistenca e vetë këtij karteli mbetet e debatueshme. Ministria e Jashtme e Venezuelës e ka hedhur poshtë kategorikisht akuzën, duke i quajtur një gënjeshtër të re dhe qesharake. Diosdado Cabello, ministër i brendshëm dhe një nga figurat më të fuqishme në regjimin e Maduros, që nga Washingtoni cilësohet si pjesë e kartelit, e ka quajtur Cartel de los Soles një shpikje. Ai ka akuzuar SBA se e përdorin këtë term si justifikim për të etiketuar kundërshtarët e tyre politik në Amerikën Latine. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro, i cili e ka përshkruar këtë si fantazi të së djathtës ekstreme për të rrëzuar qeveri të pavarura në rajon. Por Departamenti Amerikan i Shtetit ngul këmbë se ky rrjet ekziston realisht dhe ka depërtuar në të gjitha nivelet e shtetit venezuelian, nga ushtria dhe shërbimet sekrete tek sistemi gjyqësor dhe legjislativ. Termi Cartel de los Soles u shfaq për herë të parë në fillim të viteve 90, pas akuzave për trafik droge ndaj një generali të gardës kombëtare që kishte gradën e treguar me simbolet e diellit në uniform, që prej asaj kohe ky emër është përdorur për të identifikuar oficerët e lartë të ushtrisë që dyshohet se janë përfshirë në rrjetin e trafikut të drogës. Sipas ekspertëve, rrjeti mori formë si pasojë e përçarjes së rrugëve tradicionale të trafikut të kokainës nga Kolumbia në fund të viteve 80, kur karteli i Medellin po shpërbëhej. Venezuela u bë alternativë për trafikantët dhe gjatë qeverisjes së Hugo Chavez, rrjeti u konsolidua edhe më shumë. Chavez i shkëputi lidhjet me DEAN dhe afroi marrëdhënie me grupet guerile të majta në Kolumbi, si FARC, të cilat ishin të njohura për financim përmes drogës. Kjo krijoi një boshllok të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe hapi rrugë për përfshirjen e ushtrisë venezueliane në trafik ndërkombëtar. Ish agent të DEA-s dhe zyrtar të lartë amerikan pohojnë se jo vetëm që FARC gjeti stret të sigurt në Venezuelë, por edhe që shumë institucione shtetërore u përfshin në trafik, nga policia rrugore deri tek forcat ajrore dhe marina. Sipas tyre, nga Venezuela janë dërguar qindra ton kokainë drejt SBA-s dhe Evropës në bashkëpunim me FARC. Ekspertët e krimit të organizuar vënë në dukje se karteli i djejve nuk funksionon si një strukturë e centralizuar kriminale, por si një sistem i gjerë korrupsioni shtetëror, ku funksionarët fitojnë pjesën e tyre përmes kontrollit të pikave të transportit si aeroportet, portet apo pikat kufitare. Në kushtet e një krize të rëndë ekonomike dhe të paaftësisë së regjimit për të paguar ushtrinë dhe policinë, leja e heshtur për të bashkëpunuar me rrjetet e drogës është kthyer në mënyrë kryesore për të ruajtur lojalitetin. Në vitin 2020, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti akt padi ndaj Maduros dhe 14 zyrtarëve të tjerë, përfshirë ministrin e mbrojtjes Vladimir Padrino, i shefin e inteligjencës Hugo Carvajal dhe generalin Cliver Alcala. SBA pretendon se këta individ kanë ndihmuar në transportin e kokainës nga Amerika Latine drejt SBA-s dhe kanë patur lidhje të ngushta me FARC. Disa prej këtyre figurave janë dorëzuar dhe kanë pranuar fajin në gjykatat amerikane, përfshirë Carvajal dhe Alcala, të cilët kanë dëshmuar kundër regjimit të Maduros dhe kanë pranuar përfshirjen e tyre në operacionet e drogës. Sipas prokurorëve amerikan, Maduro dhe aleatët e tij kanë përdorur drogën si armë për të financuar regjimin dhe për të ndikuar politikisht në rajon, madje për të destabilizuar SBA-n përmes furnizimit masiv me helm në formën e kokainës.